dhe në krahët e gjyshe Blertës, moderatorja bukuroshe Kiara Tito sapo ka zbuluar pamjet më të adhurueshme të bebushes së saj Luna Mari, e cila për herë të parë feston ditën e 8 marsit dhe ku ka më bukur se në krahët e gjyshes dhe mami. Në mesin e kolazhit të fotove vëmendje ka marrë vetëm njëra ku shfaqet mami Blerta me mbesën e saj të vogël në krah në parkun e madh. Fotoja që mami i Kiarës ka realizuar bashkë me vogëlushen e admirueshme Luna Mari po bën namin në rrjetet sociale sepse të gjithë janë duke e pëlqyer pafund. Duket se gjyshe Blerta Greca po e shijon pafund këtë moment kaq të çmuar me mbesën e saj angjëllore. Në foto Blerta shfaqet duke mbajtur bebushen Luna Mari në krah dhe po e shikon e buzëqeshur dhe me shumë dashuri së bashku me Kiarën, e cila duket shumë e lumtur. Të gjithë mbështetësit dhe ndjekësit e saj kanë reaguar menjëherë për këtë foto dhe kanë vërshuar me qindra mijëra komente dhe mesazhe ku e trokasin gjyshe Blertën për dashurinë dhe pozitivitetin që ka përcjell në atë foto aq të veçantë. Ata duket se janë mahnitur nga ajo foto dhe normalisht nuk kanë hezituar as pak ta komentojnë dhe t'i japin vëmendje. Duket se edhe gjyshja nga ana e mamit po e shijon çdo minutë mbesën e saj dhe të kaluarit ditën e 8 marsit bashkë me të. Kjo është vërtet një moment që ka transmetuar shumë dashuri dhe pafund emocione tek të gjithë njerëzit që i ndjekin me kënaqësinë dhe dashurinë më të madhe. Madje mund të thuhet se fotoja që Kiara ka publikuar të mamit të saj me bebushen është e pëlqyera më shumë nga të gjitha fotot e tjera. Sikurse çdo moment tjetër i bukur, edhe ky me gjyshen duket se po përqafohet shumë nga të gjithë dashamirësit e moderatores bukuroshe Kiara Tito dhe partnerit të saj. Gjyshja duket se nuk po humbet asnjë minutë nga të qëndruarit me mbesën e saj të parë dhe të vogël. Kjo ditë me siguri do të marrin tjetë kuptim për të gjithë familjen Eli, sepse mes tyre do të kenë bebushen e adhurueshme, e cila i ka bekuar me praninë e saj. Me siguri kjo pamje e gjyshe Blertës me të voglën Luna do bëhet shumë virale sepse përcjell një energji dhe dashuri të jashtëzakonshme. Kiara ua ka mbushur ditën e 8 marsit të gjithëve me shumë dashuri dhe sidomos me shumë emocione.